Jemi rikthyer në She's on Air këtu në Top Albania Radio dhe i tash, jo kot po tham i tash, un kam një të ftuar që ju e njihni shumë mirë sepse ka kalu nga shtëpia e Big Brotherit më shumë se një herë. Por e kemi dhe një opinionist shumë të mirë sepse komenton çdo lloj gjaje që ka lidhje me realityt dhe me tematikat që aktualitetet çfarë ndodh që mund të na prekin. Kemi këtu shkodranin tem Meridian Ramçaj. Hello Meridian. Përshëndetje. Për mua që jam në mesin e këtyre gocave kaq bukur. Presim sekrete sot, Sekrete. Faleminderit. Po para se të kalojmë te këto sekretet, un po mendoja një herë të fillonin ta ngacmonin pak për këtë temën tonë, se kishim shumë interesante. E ke parasysh këto takimet e para që janë si kthehen në një audicion dhe kemi, domethënë na pyesin më shumë pyetje se ç'duhet si takim pune. Po sikur do marrim një vlerësim. Dakor, po është e vërtetë ajo që thash, unë kam harruar të takimet, Se Meridiani ka harruar të takimet. Në fakt, jam kërkim takimeve. Mendova se kishe kohë në një marrëdhënie dhe isha harruar. Jo, shikon. Meridian, unë kam dëgjuar një lajm që ti aktualisht je në një lidhje, po themi, me dikë brenda familjes së Top Channel. Lajm, po kurse di kam unë e di keni ju. Ja, tash këto. Nuk e di nëse keni patë çifti lumtur se Livia di nga Shkodra, te Nusja hanë pinta, te Dandri gja nuk din. Kështu që Yes, sigur që s'ke thana si gjati para se më fut në studio. Nuk e di se çka ka bëj jeta në mrapa, mund të ketë gërmune e gjatë thjesht për lajm për me ngacmu, po që unë po vetë nuk dëgjoj. Po mirë, si nëse do kthehesh pas në kohë Meridian te këto takimet. Sa pas. Pas në kohën kur takimet ishin më të shpeshta në jetën tënde. Që ti e kishe idenë dhe ktheheshin. Ti do të thësh mua 17 vjet para. Se o Meridian 17 vjet u bërë. Jo, do të më thësh 17 vjet para. Po sa kish po mvika ai. Për thon për datet, po flasim për datet. Po pra, një date i cili të kthehet në një intervistë pune. Jo, nuk më bën nga asnjë gjë, thjesht nuk bëj më nga këto datet. Po si funksionon, si ban ti? Po si e ke si ke planifikuar me e njoft gruan? Në momentin që të filloj të bëj takime të tilla, do vend jeni që ta bëjmë temë emisionit dhe shumë e bukur, më besoni. Meridian, bolli bëre skip të çfarë ne po të pyesim. Si e ke bërë në plan ti Meridian, me që pas ke 17 vjet pa bërë nga ato date që thonë pa nga ato date që le këto takimet e ulesh në lokale, bën në flete. Po si ke date? Nuk e di, pa ne po them ja, shikoni ju zbesoni. Po si janë ato? Kam harruar date, unë kam Olivia. Ti e di shumë mirë se ne takohemi shpesh bashkë. Shpesh e blestem ti Olivia, më mund të bëj një date me Olivia. Se meta, u stakova. Po ke nevojë ti me ndihmuan me pa date. Nuk beson njerëj, shikon. Atë trillo situatën. Mos e dëgjoni, nuk është e vërtetë. Jo, nuk e besoj. Nuk është e vërtetë, nuk është. Sidomos, nuk e di pse kur vjen puna, më fal Livia, se po ashtu, po kur vjen puna te ju shkodranët gjithmonë stepem herë, ti pritjer mos e beso. Po pse? 100% ka gjithmonë një fije. Jemi shumë sinqert, për men. Po mirë, okay, nuk të e ke për po tregosh. Nuk kemi komplekse, kështu që se ti Livia ku bën pjesë ti? Jo, unë jam e kundërta, unë jam tepër e sinqert, po kush e di. Pastaj Livia ka marr pak më shumë ande nga Italia, kështu që Meridian, pra do na tregosh pak ti në një takim je romantik apo fillon direkt me këto pyetje? Po më thuaj një shkodran që është romantik. Po se dim, ne jemi marrë me shkodran. Po pra, shikon pra gabim boni. Shkodran ti japen shumë. Filloni ta mendoni këtë gjën. Po kur të dali, do më kthesh përgjigje me përgjigje? Jo, unë mendoj se jam tip romantik. Jo me pyetje. Unë mendoj sepse të flasësh për veten nuk është e lehtë, se normalisht unë do të dal mirë në radio tani ose në televizor zakonisht, por nuk jam nga ato tipët që flas për të dal mirë, po unë mendoj që jam tip romantik. Sa pyetje si bën ti një vajze në takim të parë? Dëgjoj, në takimin e parë është aparenca ajo që tërheq. Pastaj me takimin e parë nuk mund të kuptosh asgjë përveç aparencës. Impakti fizik është ajo që tërheq gjithmonë për mua tek një femër. Pastaj mund të kolaborosh brenda për ty për të parë, domethënë botën e personit që ke përballë, a përputhet me ty ajo, a keni të përbashkëta apo jo. Por që të themi kot, domethënë që në takimin e parë që unë pëlqeva zgjuarsinë, mençurinë, po nga njëherë të duhet një jetë për ta kuptuar njëri dhe ti nuk e kupton dot në fund fare. Meridiani na kursehet pak kur vjen. Nuk po kursehem fare. Jo, nuk po kursehem, po të them me vërtet ja, po të them një gjë, impakti i parë për mua si Meridian është patjetër paraqitja. Ti nuk na the neve se çfarë pyetjesh do t'i bëje një personi në takim të parë, kështu që neve do ndjekim pak publikun. Nuk janë asnjëherë të mund të planifikuar çfarë pyetje mund t'i bësh ti një person, sepse mund të bëj një person përpara shumë i zgjuar. Po një pyetje që ti e bën gjithmonë.
Ose një gjë që ti do të dish. Nuk ri vetëm e shikon. Gjëja parë, gjithmonë e ke kështu si Pyetja duhet parë, a patjetër është e ajo lidhur apo jo? përgjigja. Pyetja parë. Kemi arrit në këtë pikë. Ty çfarë pyetjesh të bëjnë, për shembull vajzat në takim? Të bënin para sa Shikon që as si kisha menduar ndonjëherë këto dhe si kisha menduar një herë, domethënë që si ta them bashkë. seriozisht. Një pyetje tjetër. Të vëmë ta them seriozisht. Kam një pyetje tjetër. Cili do ishte takimi i parë? Ku do ishte? Vendi ideal, domethënë kinema, restorant, piknik. Si e mendon ti? Takimin e parë me një vajzë. Atëherë kjo është interesante. Takimi i parë për mua do më pëlqente të ndodhte në një fluturim në avion. Në fluturim. Po. Ke pa shumë film amerikan. Okej. Mendoj se është perfekte. Tash gjë, problemi është që kur them vërtetën, ju prapë nuk e besoni. Jo, Kur ju besoj, gënjej prapë se besoj. besoni, ke parë shumë filma ato të Livia. Jo. Unë nuk Kështu që- mendoj, është shumë ideale kjo. Po do ndjekim pak se çfarë përgjigjesh ka marr Engji në bokset e Të saj. njëjtën pyetje i bëra dhe publikut, kështu që le të ndjekim përgjigjet. Në takimin e parë, kush bën më shumë pyetje, goca apo çuni? Qa dhe i pyetje sot më burra mon. Si pyetje se ndan kaptina. Takimin e parë. Për çfarë pyetje Prezantuar si fillim, Sa pyetje burr? jo ai pyeste më shumë. Se pyetje fare? Po e pyesja nëse ka pasur ndonjë shoqe, ndonjë mikesh, ndonjë. Nuk e pyetje për shembull sa e ke rrogën, ça punë bën. Jo. Deri aty asnjëherë se kam pyetur për rrogën sepse është si ofendim ta pyesësh për rrogën. Të dy palët të pyesin. Por mendoj që ajo që është pozitive kur puqen karakteret, ata do të shkojnë shumë mirë dhe kur pyesin që tonë të vërtetën. Po mendon se këto pyetjet e tepërta e prishin marrëdhënien? Jo, nuk e besoj, sepse do ta justifikojnë njëri tjetrin me atë që thonë. S'ka pse. Ajo është një e vërtet që duhet të dalin atë dy palët. Së pari fillon me audicion, me bisede, me pyetje përgjigje. Pas kalon takim romantik, pasi në qoftë se përputhen idetë, mendimet, atëherë kalon në fazën B. Jo, unë s'jam i dashur në pyetje, pasi arri me një pyetje të kuptoj domethënë pyetja e parë është domethënë se ke dikën jetë, domethënë është hapi i parë domethënë që bëhet që mos kesh konfrontime me të dashurin ose të dashurën e tij, edhe kështu që Pyetje inteligjente, se ka nga ata që kanë të dashur e dalin ta. po shumica përfundon në dramë pasi i dashuri bëhet xheloz. Po mendoj se çunat. Sa pyetjesh bëni ju çunat? Pyetje normale, me qa merresh, çfarë bën gjatë ditës. Kjo është, ka gojë që s'ka qenë e lidhur sot. Kështu që mund ta pyesësh nëse është gocë domethënë që ti mund t'ja dalësh për jetën, nëse mendon për jetën, nëse mendon që të punoj, apo të arrije diçka bashkë me atë që ka me partnerin. Po jo që Goca, ça pyetjesh bëjnë në përgjithësi? ajo bën 1000 pyetje, por asnjëra nga ato 1000 pyetje nuk mund të jetë e saktë ajo që duhet. Pyetje që bëjnë goca aty. Një pyetje e çuditshme për shembull që të ka bërë ndonjëherë. Shme, pyetje që dish është gjithmonë, me qa merresh, qa ke, qa s'ke, edhe këto janë, po. Po që të pyesi për shembull, me qa mund ta ndërtojmë një jetë, unë kur në ke ka marrë këtë pyetje. Qëllimi mendoj se kjo të ka pyetur sa e ke rrogën, ëh? Njeriu e arrin diçka, çdo ditë nga pak, por jo për një ditë të shumë, sepse ajo e madhja për një ditë të vret. Dërsa ajo çdo ditë vërtet vritesh nga pak, por arrin diçka dhe e dashuron atë që ke marrë. Si jeni? Ta bëj një pyetje të lutem. Të ne ke gjetur këto pyetje? Duhen, sa duhen me pyetjet. Femra zgjedh, po femra zgjedh. Me këtë ri. Armën ti ka me vete, po s'ka armë. Vajzat besoj. Materialiste po? Pak fare. Una çaj pyesin goca. Qarë simi ke për shembull, qarë punë bën. Sa të dashur ke pas? Dashur ke pasur. Pyet, ëh? Po. Djale. Për punë. Sa punë ke, ëh? Sa e ke rrogën? Pyet se sa e ke rrogën? Për çdo gjë. Ty ai çfarë do pyet? Ishte korrekt, edhe mua shumë pyes. Po zoti i madh, po ku pyet dashnia kush më pyetje më përpara, a për dashninë e tjerë? Përpara s'kishte pyetje, kishte veç dashuri. Sot dashja s'ka vepër më, sot pyetje, a ke makinë Ferrari, a ke piscina, pallate, pra jeta mbaroi. Do pyesin atëherë goca aty, sa e ke rrogën? Jo kur, sepse atëre ishin ca lule Margarita. Dhe i thoni më do, s'më do. Sot ka mbaruar dashuria. Sot jetojmë në epokën e urrejtjes, e krimit, e drogës, e degenerimit. Sepse dashuria nuk reklamohet. Dashuria është sekret, dashuria din vetëm dallgëdetit, vetëm hana. Dashuria nuk bëhet në media. Dashuria është publike, është private, është ndjen.
Unë të dua ti, shive, nuk më njëjës ti, jo nuk dua juve. Dashuria është private, është e zemrës tane, zemrës time, nuk ta di tjetri. Për dashurinë oqeaneve bojë është shkruar dhe prap nuk është sqaruar. Pra dashuria nuk është seks, nuk është tatuazhe, ato zgaravinat. Dashuria është ndjenja, shpirt. Okej, mirëpafshim. Në takimin e parë, kush bën më shumë pyetje, goca apo çuni? Pra, pas kemi dalë në përfundimet që sot nuk ka dashuri. Pas ka dashuri, domethënë, shikoj nuk është gjë e re, ëh, dhe kemi dëgjuar shumë shpesh këtë. E kemi kthyer në material, kjo është ideja. Si ne ka zhgënjur goca? Jam me zhgënjur. Po thonë nuk është gjë e re. Po s'është gjë e re, po dëgjojmë shumë shpesh. Nuk ka dashuri si s'pas ka dashuri. Po kam në jetën time ka, për shembull, po s'ka në botë. Okay. Çfarë ti bëj unë? Nuk do përmirësosh botën, kështu që. Kjo duket një ankesë për ato që nuk e kanë gjetë akoma dashurinë, sepse dashuri ka në fakt, siç e the edhe ti, Ina, unë kam dashurinë. Ata kështu nuk kanë mua. Ku ke ti Lilia? Se ti për vete, ti e ke. Jo, Ina, pastaj ti e ke. Ina, ne Livia këtu. Që pas keni në për të shpëtuar gjithave, më thon. Po. Un jam kështu. Bëjmë kurban për këtë temë. Meridian, ishte tema jonë e ditës, po unë dua të di ti vetë me çfarë po merresh aktualisht. Un po e thash, do të them nga fillimi deri në fund. Okej, atë un kam një brand timin, kam një linjë timen, e cila prej të paktën 4 vitesh është edhe në Milano Fashion Week, besoj që nga shkurti do jetë në Paris Fashion Week, do jetë edhe në Francë. Është një linjë parfumesh, e cila është në Shqipëri, është në 3 nga qendrat më të mëdha në Tiranë, është në aeroport, në duty free, është në Kosovë, në Prishtinë, një nga qendrat më të mëdha në Prishtinë. Vazhdojmë atë si projekt, është goxha mirë, jam shumë i kënaqur. Po arri ato ëndrat e mia që kam pasur, shpresoj edhe me këtë Paris Fashion Week që do jetë në shkurt, besoj do jetë në këto që është janë vitort. Sa bukur kur e dëgjon pafund, realisht. Dhe me këto moment ne do kalojmë në këngë dhe rikthehemi pas pak për të diskutuar më gjerë me Meridianin.